Shkuzë ndruar thash edhe më herë që në këtë pjesë do të ndalemi tek tema absolutisht më globale gjithandej, tek dosjet Epstein që çdo ditë po dalin dokumente të reja, emra të ri, emra të fuqishëm dhe duke prekur çështje e problematika shumë serioze. Ka një diskutim gjithandej duke përfshirë edhe rajonin natyrisht, së fundmi është përmendur edhe Maqedonia e Veriut dhe do të nisim fakt në prezantimin e të ftuara pikërisht nga atje. Jemi me këshilltarin e ministrit të shëndetësisë, zotriun Fadil Cona. Mirëseardhët, kënaqësi. Jemi po ashtu sot me njohësin e çështjeve gjeopolitike Selam Hajrizi, mirëseardhët. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi avokatin Peter Lumaj. Avokat, mirëseardhët. Dhe po ashtu e kemi Kasriat Fetaj, natyrisht na duhen edhe ekspertët e kësaj pjese për diskutuar dhe për të parë se si po i shohin gjithë këto diskutime ande dhe gjithë këto që po dalin në shesh, sepse duket që skandali vetëm po shkon duke u thelluar. Meqense do doja të nisim me Maqedoninë e Veriut, meqense përmendet se fundi dhe le ta themi është diskutimi i fundit që po bëhet në këto dokumente, pra përmendet edhe Maqedonia e Veriut, e cila ka qenë pjesë e një projekti ndërkombëtar për krijimin e një banke të madhe truri njerëzor të destinuar për studime mbi vetvrasjen dhe çrregullime të tjera psikiatrike. Natyrisht ka pasur shumë deklarata, por zotri Cana dua t'ju jap hapësirën që të nisni aty ku ju e shihni shqetësuese dhe çka mund të ketë ndodhur. Ajo te cila ne deri tash si Ministri e Shëndetësisë kemi formuar një komision në lidhje për çështjen e Epstein. Ajo që kemi arrit deri tash është se një bashkëpunim i tillë ka qenë nga data e vitit 1996 në mes institucioneve të atëhershme ta quajt Republikës Maqedonisë Veriut dhe Columbia University. Ka qenë një bashkëpunim dhe një ndërmjetësues, një profesor i shquar, Gorazd Rosoklia, i cili është ligjërues në Universitetin Columbia dhe ai ka qenë një projekt ndërkombëtar, hulumtues, kërkimor mbi trunin e njeriut dhe normal që me ndërmjetësimin e këtij profesori ka pas një bashkëpunim mes institucional të asaj kohe mes institucioneve të Maqedonisë dhe Columbia Universitetit. Ajo që deri tash kemi arritur, edhe megjithse Ministria e Shëndetësisë nuk ka shumë kompetenca, tash dalim kjo sfera tjetër, nuk ka aq kompetenca që të mund bën një investigim të mirëfillt, pasi që atëherë është bë me akademinë, marrëveshje është bë me Akademinë e Shkencave dhe Arteve. Ai është një institucion i posaçëm në shtet dhe Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, nëpërmjet të cilët implementohen hulumtimet e tilla shkencore. Është fakt deri ajo që kemi arrit deri tash se procedura e kohës në bazë të protokolleve të kohës është respektuar. Po, lexoj këtu diçka, sepse sipas ish-drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore në Shkup, Aleksej Duma, procedura e dërgimit të mostrave nga Maqedonia në SBA është kryer ligjërisht dhe nën kontrolle të rrepta etike e administrative. Pikërisht në bazë deklaratës të profesor Dumës edhe komisioni i cili është formuar në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë me vigjilencë dhe me kujdes të veçantë vjen në konstatime për arsye se është një periudhë gjatë kohore ku ka pas shumë ndryshime dhe ligjore në Republikën e Maqedonisë Veriut. Në atë kohë, në bazë të ligjeve që nuk kanë qenë aq restriktive dhe kompatibile me ligjet e Bashkimit Europian, këto dokumenta është dashur të arkivohen dhe të ruhen deri në 15 vjet. Në vitin 2018 janë bërë ndryshimet ligjore dhe në atë drejtim tash është klauzola për 25 vjet në përputhshmëri me jurisdiksionin europian. Dhe pikërisht këtu është ai ta quaj gapi ku hulumtimi nga komisioni i cili bëhet, do të ka mungesë të dokumenteve të cilët
të cilët por unë sa po e vërej derisa po flasim apo avokati nuk është duke diskutuar me ne, sepse do t'ja jap fjalë pas pak, do të kthehemi patjetër tek Maqedonia e Veriut. Pra, por dua të bëj një diskutim të përgjithshëm, një pyetje të përgjithshme që dua të ndërlidh edhe zotrin Hajrizi këtu, por edhe të ftuarit që kemi përmes lidhjeve direkte. Çka po ndodh me këto dokumente, me publikimin e këtyre dokumenteve, emrave të fuqishëm, të përfshirë në skandale të forta, le ta themi, një rastësi apo si po e sheh? Nuk mendoj se është në një rastësi, është një tragjedi me të vërtet të jetë gjigante në karakterin human dhe moral, ku njerëz më të fuqishëm në botë, disa dhe demokrat progresist. Jo, rastësi ishte në kuptimin që që tashmë po publikohen, a? Kjo është çështja. Jo, tek ne këtu në Ballkan jemi pak vonë duke u folur, sepse në Europë unë që jetoj jashtë vendit. Prandaj na ka përfshirë neve tash Ballkanin edhe rajonin me këto diskutime. Dosja Epstein është duke u folur që nga tetori, tetor nëntor dhjetor, dhe mediat evropiane flasin çdo ditë për aferën Epstein. Dhe fatkeqësisht kemi pak a shumë një giganti të madhe të njerëzve të përfshirë, mbrëm u flit për 180.000 foto, që është gjigante, ku ka shumë personalitete, tashmë disa emra dhe i dim. Edhe këtu tek ne, që ka pasur edhe reagim, siç ka qenë aktiviteti i Jajaga, ish presidentja. Po, duke ardhur që ish presidentja Jajaga apo zoti Pacolli, dhe sa i përket njerëzve tjerë botëror, ish presidenti Clinton, e tjerë, zoti Lajçak herën të fundit, ka dhe ish ministra të Francës, për shembull Jack Lang, i cili ishte ministri i kulturës, po ashtu është i përfshirë me vajzën e tij, që në vitet e 90 ka bashkëpunuar me zotin Epstein, sepse zoti Epstein ishte një filantrop, miliarder, dhe qëllimet e tij ishin që në Floridë të vinte të organizonte festa të ndryshme me personalitete ndryshme, mirë po fatkeqësisht do festa skandaloze duke dhunuar dhe abuzuar vajza 13-14 vjeçare seksualisht. Kjo është fatkeqësia. Dhe Jajaga për ta sqaruar, ka thënë se për shkak të personit që është përmendur, takimit për të cilin është përmendur, ai ka bërë një sqarim publik duke thënë që raportimet mediatike për lidhjet time me dosjen janë tërësisht të pabazë dhe të pavërteta. Si presidenti i Republikës së Kosovës nuk kam pasur asnjëherë njëjë takim apo çfarë do lloj kontakti me personin e fjalë. Është e mundur sepse edhe vetë zoti Epstein ishte i shoqëruar nga Ghislaine Maxwell, një bashkëpunëtore apo bashkëpunëtore që gjendet në burg. Dhe zonja Maxwell ajo i kontaktonte pak a shumë personalitetet e ndryshme, dhe sidomos zoti Epstein dërgonte email gati në gjithë tek familjet mbretërore, vllau i mbretit Charles, zoti Andrew është në dosje, vajza mbretreshës të Norvegjisë, reja e mbretit suedis Sofia po ashtu, dhe zoti Epstein e kishte mënyrën e komentimit me emaila të asaj kohe, dhe kërkonte po ashtu mënyrat bashkëpunimit në filantropi e tjera, mirë po duke kërkuar gjithë një vajzat bukura në këto vende, ose femrat të cilat mund të jenë pjesë e skandaleve të tij, mirë po shtet skandaloze që disa personalitete ndoshta nuk i kanë ditur të gjitha se çka ka ndodhur mes zotit Epstein dhe Ghislaine Maxwell, edhe pse po flitet që në Amerikë çarqet elitiste amerikane e dinin pak a shumë se kush ishte Jeffrey Epstein dhe çka bënte me abuzimin e gjithë atyre vajzave. U përmend edhe Lajçak, i cili tha që vjen turp realisht nga ato komunikime që i sheh. Dua të marr edhe një koment tani nga avokati. Avokat, jemi tani me ju për të dëgjuar se si po ishin gjithë këto zhvillime, se në fakt ka aq shumë që nuk dim nga t'ja nisim, por natyrisht këto çështjet e Ballkanit tani më dhe emrat që po përmenden janë në një lloj interesi, le ta themi, mediatik edhe tashmë për ne. Përshëndetje. Në vërtet po ta shohim domethënë ka një lidhje, nëse kishte lidhje profesionale me Epstein, kishte lidhje imorale dhe lidhje kriminale. Për shkak të lidhjes profesionale, domethënë ne nuk reagojmë në Amerikë, nuk reagojnë që njerëzit duhet të dënohen ose të merren masa kundër personave që kishte lidhje personale me akut që me Epstein. Për sa përket
marrëdhënieve imorale që mund të ishin domethënë disa nuk janë kriminale. Kurse ai reagimi është për marrëdhënie kriminale me Epstein dhe me vajzat në Nosh. Personat që kanë pasuriet më të rënda deri diç domethënë janë siç ishte Lajçek i Slovakisë, Prince Andrew, Larry Summers, këto personat që mund të ketë pasuriet më të rënda më të jetë familja Clintonit, sepse Clinton refuzon që të bashkëpunojnë me Kongresin dhe përbuzja e Kongresit ose shpërfillja kërkesave të Kongresit mund ta denojnë, mund ta luajnë Kristina para Parlamentit drejtësisë dhe mund të dënohet për te. Do me thënë, ka një reagim madhë për nga kriminale, por si gjatë ke shtu do me thënë, si që është në vitin 2004 kur Trump e ka hedhë jashtë, e ka largun për te Epstein nga Mar-a-Lago në Florida dhe prokurori i përgjithshëm Alexander Acosta nuk e ka denu për këtë. Ka spekulime që në vërtet komplet Ajlanda ose ishulli që kishte kriju këtu do me thënë që kishte në vitet 90 mund të ketë lidhje do me thënë me agent ndoshta me institucione shumë fuqishme sikur se është Mossad ose CIA, që ishte një planifikim që njerëzit e fuqishëm, domethënë nga 4 anë e botës, nga botës të paraqiteshin këtu, vinin këtu domethënë dhe ishte një sondazh ose një presion politik kundër të njerëzve nëse kishte kundërshtime me Shtetet e Bashkuara të Izraelit. Meqense përmendet Trumpin, ai sfundi është pyetur nga një gazetare për këtë dosje dhe pati një reagim shumë të ashpër ndaj saj dhe tha në fakt që vendi duhet merret me çështje më të mëdha, më problematike. Është Caitlin Collins, gazetarja më e mirë e CNN-it. E cila jap emisionin The Source. Dhe ndaj të cilës pati një reagim shumë jo të dur, le ta themi. Këtë dosje nuk është se nuk I ka pas në pronësi administrata më pashme. Nëse Trump ishte implikuar në këtë dosje, administrata e Biden do ta përdorte kundër tina gjatë zgjedhjeve. Kështu që në vërtet asnjë një lidhje nuk ka për sa I përket aktiviteteve kriminale ose imorale të Trumpit me Epstein, përndryshe do ta kishin përdorur gjatë zgjedhjeve sepse të njëjtin fuqi që ka Departamenti I Drejtësisë. Po a mund të ketë sepse kemi një reagim tjetër, mund të ketë? Jo, Donald Trump është I përfshirë. Është I përfshirë dhe gjithë e dinë. Donald Trump është Presidenti Amerikan njihet në lidhje me Jeffrey Epstein qysh nga vitet e 70-ta, 80-ta. Ata njihen shumë mirë. Pse po flet me kaq siguri Trump? Me kaq siguri flet sepse don ta hek nga vetja gjitha spekulimet. Mundohet Caitlin Collins të jetë shumë e qartë mbrëm, është një gazetarja më e mirë e CNN-it, e cila jap emisionin The Source dhe pyet sa herë që Donald Trump është në vështirësi, ai gjithnjë mundohet të sulmoj, të mundohet ta diskreditoj gazetaren, nuk është hera parë që diskreditojnë publikisht një gazetare, ka ndodhur edhe me ABC herën e fundit, mirë po Caitlin Collins e kishte me drejt kur ajo e pyeste për viktimat dhe për pasojat, sepse të gjithë e dinë në Amerikë se Donald Trump mundohet që të diskreditoj demokratët, që të diskreditoj të tjerët. Domethënë presin do të dinë se keni në presin të dinë se vërtet të një Amerikën mirë. Do të jap disa fakte ty. CNN, NBC, CBS, ABC, të gjitha raportimet që I kanë kundër Trumpit janë 97-99% negative. Do të thonë ti ta përdorësh CNN si source ose si burim I paparur kundër Trumpit, kjo tregon një urinë që pas ketin për te për gazeterinë amerikane ose për raportimet amerikane. Sepse në qoftë se toqë edhe herë u bën 2 atentate, gati 3 atentate kundër Trumpit në kohën që ishte kandidat për president. E denun me 34 akuza kundër atij dhe doli pa paqim. E largun nga nga puna në mënyrë ligjore me atë që thirrët impeachment 2 herë dhe nuk përfituan. Në qoftë se do të kishin këto dhëna për Trumpin, gjatë fushatës kishte sigurt të CNN, në cilën u mbarki shumti, ose CBS, ABC, do ta përdorshin kundër atina dhe do ta përdorte administrata që kishte kontroll mbi Departamentin e Drejtësisë dhe mbi këtë dosje, pse nuk e përdore? Avokati ju thonë që nuk është I përfshirë. Më lejoni vetëm ta dëgjojmë. Po, më lejoni vetëm ta dëgjojmë edhe Kastriotin që kemi dhe po na pret drejt për drejt. Kastriot, çka po na pret nisur nga kjo që po ndodh për momentin me këto dosje dhe me këta emra që çdo ditë më shumë janë në pa? Faleminderit. Fillimisht ju përshëndes gjithë në studio dhe ata që po na ndëgjojnë, janë dy publikime të mëdha që kanë ndodhur rreth kësaj dosje.
është dosjet e publikume që janë nga Departamenti i Mbrojtjes e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku përmbahet një grumbullim i madh i emailave, dokumenteve, fotografive, gjëra të tjera, dhe pastaj është Gmail, që është pak a shumë një vefaqe që këto dhana i ka marrë dhe i ka publikuar në formë që njerëzit mund me pa në formë të Gmailit, ku mund me pa fotot, ku mund me pa fajlat, dokumentet, emailat, këmbimet e tjera e kështu me radhë. Unë kisha pas qef me bë një apel, më konë të kujdesshëm deklarata që i bëjmë lidhe me këto dosje, mos të hambensojmë gjana të pavërteta. Është mirë që libreria është e hapur në Departamentin e Mbrojtjes së Amerikës, ku secili mund të kërkojë pinëve, edhe kur lakojmë emra të caktuar, a janë të ndikuar a janë të përfshirë në këto dosje ajo, është mirë me pas një fakt. Për shembull, është lakuar në media shumë emri e ish-presidentit Bexhet Pacolli, ndërsa në dosje aty është vetëm një email e dërguar nga një person tjetër që thotë kush është Bexhet Pacolli, edhe është një vedja e tij. Domethënë, nuk ka kurfar implikimi me skandale seksuale ose abuzime me të mitër ose kur gjë. Kështu që shumë e rëndësishme edhe kur thonë që dikush është i implikuar në dosje me ditë në çfarë forme. Është çka do të më Po të shqetëson shumë fakti që me kaq lehtësi përmenden emra të rëndësishëm që mund të jenë përfshirë në diçka të jashtëligjshme dhe jo të duhur. Po, edhe këto është ajo pika që lidhet me pjesën e industrisë e përfaqësojnë me sigurinë kibernetike, me informacionin përgjithësi. Nuk mund na marrë konkludime të caktuara nëse një person është involvuar ose jo, pa e marrë gjithë ato dokumente, pa e analizuar me një teknologji që njihet si data science ose data analytics, edhe pa i përpunuar gjithë ato dokumente, edhe mendimin e AI-t, edhe me pa kush është i infiltruar në çfarë forme. Tash, kjo është mirë më bëbë institucion shtetëror. Tash, a ka një institucion shtetëror kapacitet që mi marrë këtë ato dokumente që jo publike, mi përpunuar, me po se kush involvu nga vendi jonë, nga regioni, nga vendet armike që kanë impakte na, atjera nuk e di. Mirë po na dim se këtu në Kosovë ekzistojnë edhe shumë organizata jo qeveritare që marrin fondet majme dhe kanë kapacitete për me bëllta që ne e ftoj që gjithë ata që kanë kapacitete me bërë këtë analizë, të marrin dhana, për shkak se dhanat janë publike, të analizojnë edhe të përpunojnë ato në mënyrë që shihet evolvimi i saktë i këtë aferëve që është me interes që ne t'i dim. Ne mund të thomë që Trumpi është involvuar, nuk është involvuar, derisa nuk kem një provë, një email caktuar, një fotografi caktuar që shihet qartë, atëherë veç mund me hamensu. Kështu që hapi i parë që mendojmë që shtetë që duhet me bë është grumbullimi, analizimi dhe përpunimi të dhënave dhe impakti. Të na e laku Bexhet Pacolli edhe aty vete ajo, mirë po na nuk e dim a është laku flasim për trafikim njerëzve, trafikim organeve, gjëra të tjera, nuk dihet a është laku emri UÇK-s. Nuk dihem a është laku emri bias dhe impakti i dezinformacionit në raport me UÇK-s. Kjo mund të lidhet me gjykatën speciale e shumë elemente të tjera. Kështu që mendoj ka shumë të ndihshme të cilës do t'i kthehemi pas pak se dua të dalim pak edhe tek Maqedonia e Veriut dhe hapa që do të merren në këtë moment. Është shumë rëndësishme kjo analizë të bëhet, e jo të vishtë absolutisht, po, UÇK-n që e përmande pas pak do t'i kthehemi. Po. Ajo që shifet, që është në dukje kjo çështje, ky skandal, është në fillesën e vet. Dhe mendoj që ashtu siç do shkon koha, kjo do të bëhen, si do të publikohen ato fashikuj që në departamenti mund të thellohet edhe më shumë. Do thellohet edhe më shumë, dhe mendoj që do kemi edhe si harritje tjera të cilët ende nuk i dim. Edhe megjithëse ata janë publike, po mendoj që në mënyrë sistematike publikohen nga departamenti i drejtësisë, për arsye se janë shumë të kujdesshëm, ndoshta edhe ato patjetër t'i kalojnë ato filtra që mos dëmtohen reputacionet të njerëzve publik botëror, pasi që ajo siç dihet ja përmendëm shumë emra të njerëzve shumë të fuqishëm në botë, të cilët janë të përfshirë në këtë ta quaj mega skandal botëror, prandaj duhet me shumë kujdes të bien gjykimet, pasi që për çdo personalitet publik i cili përmendet në këtë çështje, mendoj që duhet sparit shifen argumentet, për arsye se ajo që u theksua edhe më lartë ishte se përmendet, po edhe nga eksperti që përmendet
si emër, edhe tash çdo kush ka pro apo kontra atij personaliteti dhe nga këndvështrimi i vet bën analizën, qasjen, ose të mbron ose të sulmon. Po varësisht nga dëshmitë që do të jenë në kuadër të ative fashikujve, atëherë do të mund të flitet dhe të sillet konstatim. Edhe megjithse kjo shumë par nga këndvështrimi kjo shumë do të dëmton publicitetin dhe autoritetin e shumë personaliteteve të njohura botërore. Kur është çështja e përfshirjes së Maqedonisë së Veriut, deri tash është vetëm çështja e ta quaj transportit, gjithsesi të trunit nga disa institucione të Maqedonisë së Veriut, atë që theksova edhe më lart, deri tash duket që janë respektuar protokollet e kohës dhe marrëveshjet e kohës në bazë të cilët është bë ai transporti i trurit nga Maqedonia. Edhe megjithse grupi të shumë e përgjithshme e asaj pune kërkimore shkencore që është bërë në Universitetin e Kolumbias, bisedohet se janë diku rreth 1000 trunë nga Maqedonia. Që janë nisur? Është numri total i trunëve, por nga Maqedonia deri tash dhënat tona janë mes 20 deri 30. Do të thotë ende hulumtohet për arsye se bisedohet për një periudhë kohore shumë të moçme, ku kemi edhe probleme legjislative që të arrijnë deri te ato të dhëna, pasi që ajo marrëveshje ka filluar të aplikohet në vitin 1996, por deri tash dhe mendohet që dikund, tash mos spekuloj me vitin, dikund 2001 që është ndërpre ajo nga Maqedonia, po në hulumtim të sipërme do të shohim se çfarë të dhënash do të kemi. Për ndryshe e fundit që ka flitet është për një testament që ka dalë në pa, ku një shënim i shkruar me dorë në një dokument financiar i nënshkruar vetëm 2 ditë para vetvrasjes së tij në burg, zbulohet se ai i dha të dashurës së tij të atëhershme një unos diamanti 32.73 karatësh për qëllime martese, ndërkohë ajo çka është përfolur shumë sot është edhe pëlhura e Çabës që është gjetur në vilën e Epstein. Po. Nëse mund të ndalim te këto që duket se do të prek edhe këta aspekte dhe këto çështje fetare. Këto janë vetëm detaje. Mos harrojmë që vetëm detaje, po. Mos harrojmë që Jeffrey Arendt ka vdekur në burg në vitin 2019, në 10 gusht dhe në rrethana shumë të dyshimta. Flitet që nuk është e sigurt vetvrasja e tij. Mirë, po ajo është një çështje tjetër. Dhe administratët nuk i kanë publikuar, natyrisht se kanë pasur edhe bashkëpunime dhe interesat ngushta me Epsteinin, natyrisht që nuk i kanë publikuar emrat e njerëzve që kanë marrur pjesë. Mirë, po vetë Donald Trump kur ka ardhur në pushtet në 2016, pak më herët Epstein pak dhënë një intervistë me Steve Bannon, ish këshilltarin e Trumpit. Steve Bannon, intervista me Steve Bannon dhe Epstein është publikuar parëmbrëm. Dhe shumë herë Epstein ka thënë se nëse dua ta eliminoj Trumpin që mos të jetë president, mund t'ja bëj këto për vitin 2016, mirë po nuk ja ka postuar, dhe kështu që natyrisht që kjo administratë amerikane mundohet që presidentin e saj vetë Donald Trump të mos e fus veten, natyrisht që duhet kemi kujdes që personalitetet që janë pak a shumë jo të përfshira si presidenti Yayaga, unë plotësisht i besoj presidentës Yayaga. Duke e njohur presidentin Yayaga, plotësisht i besoj që ajo nuk është as pak e përfshirë në një skandal të tillë. Ndoshta ka pasur një email pune por diçka, sikur edhe vetë ish ministri francez Jack Lang, i cili thoshte që me vajzën e tij janë munduar ta hapin një fondacion përmes zotit Epstein, i cili ka kërkuar, ka propozuar ndihmë financiare. Kështu që presidenti Yayaga për mua është totalisht e pasur në këtë duhet ta prekim pak atë që e ngriti Kastrioti si një çështje që natyrisht është shumë e ndihshme tek neja, çështjen e UÇK-s, tha që nuk e dim nëse UÇK-ja përmendet aty. Çka mendon?
Po, për çka do ishte të përmendur UÇK-ja në skandalin e Epstein, do të ishte totalisht pa bazë dhe liderët e UÇK-s nuk besoj që janë marrur shumë me një njerëz sikur Epstein, vetëm nëse ai ka pasur kontakte me, siç po flitet me organizata, me shërbime tjera sekreta si Mossadi apo CIA, apo siç duket zoti Epstein ka qenë të jetë i fuqishëm në perdet e Washingtonit dhe pak a shumë një njeri enigmatik, sepse jo aq i mediatizuar në atë kohë, mirë po tashmë jemi të folur për një njeri i cili ka vdekur në 2019 dhe njeriu më i mediatizuar i vdekur. Kjo është të jetë... Leta pysim, duhet t'ja jepim fjalën Kastriotit me që ngriti këtë si që është. Kastriot, cilë është shqetësimi i jot në këtë që e përmendëm më herët? Në shpërqetim konkret, mirë po temat edhe dhonat që janë ekspozuar nga Departamenti i Drejtësisë e Shteteve Bashkuara të Amerikës ka jashtëzakonisht numër të madh të informacionit. Edhe është jashtëzakonisht problematike të analizohet në mënyrë manuale. Janë migra emaila, migra dokumente. Dhe për këtë arsye mendoj që do të bëjë një sistem i cili grumbullon dhe analizon edhe shihet impakti i involvimit të këtë aktorëve që kanë lidhje me shtetin tonë. Edhe kjo është e rëndësishme. Arsyeja pse ka në mënyrë hipotetike punën e UÇK-s ose punën e UDBA-s ose CIA ose BIA-s ose këtë institucione që lidhen me neve. Për arsye që në këtë farë tashtëmet tona shpesh përmendet se pjesa e inteligjencës serbisë ka infiltrime sa i përket shantazhimit në baza seksuale ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit. Për këtë arsye sjella si pikë edhe mendoj që institucionet tona duhet me hulumtu këtë pistë, duhet me pa nëse ka ndonjë impakt ose ka ndonjë informacion në këtë dosje për asaj teme. Përmana më herët Lajçak, i cili pra ka thënë se nuk i kujtohen këto biseda me Jeffrey Epstein, por ka thënë se duke i lexuar ato ndihet si idiot. Dhe ish emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi është tërhequr të shtunën nga posti këshilltarit të kryeministit slovak pas publikimit të komunikimeve të tij me të dënuarin për krime seksuale. Që duket se tashmë fillojnë edhe ato, le ta themi, dorëheqjet e njerëzve që kanë pozicione të rëndësishme. Avokat, na dëgjuat besoj sepse bëm shumë diskutim, nëse keni një pikë ku dëshironi të lindni dhe më pas do të kemi pyetje tjera. Shien vërtet domethënë pasojat që shohim këtu kanë pasoja politike, por sa përket pasoja kulturore në Shtetet e Bashkuara ekziston një ligj domethënë që pas një kohe të caktuar nuk dënohen njerëzit për krime që mund të kenë bërë viteve të vite, por në këtë moment nuk shohim krime, ma tepër ka domethënë një marrëdhënie që mund të jenë imorale dhe mund të ketë pasoja politike, sigurisht ka domethënë për Slovakinë ose për cenxhuata që përmendëm, por pasojat kryesore që do të jenë prapë teksohet fakti që në qoftë se fillet para Kongresit të refuzon Bill Clinton paraqitet para Kongresit, ai mund të dënohet sepse ky ligj ekziston dashnë në fuqi që refuzimi të dëshmosh para Kongresit për një çështje kriminale, do të thonë dënohet Departamenti i Drejtësisë dhe ka njerëz që kanë pasur 6 muaj një vit burg për këtë. Kjo mund të jetë pasoja politike më e madhe që ose skandali më i madh politik. Dhe avokat, është thënë që Epstein në fakt dëshironte të blinte edhe vilën e Titos. Si pa marrë parasysh domethënë që mund të ketë shkruajnë dokumentat e tina, thash pasojat që mund të ketë, po ta shohim sjelljen e tina, domethënë nga ana morale ky njeri ishte imoral. Ishte kriminal dhe për atë pasojën e vetvrasjes ose që dyshohen që mund të ishte vetvrasje, por të paktën njeriu është zhduk në një mënyrë ose një tjetër, po ishte vetvrasje. Por pasoja domethënë që mund të jetë të tjerët kanë përken vetëm rënje ose pasoja politike, nuk shohim pasoja kriminale. Kjo është arsye që ta Trumpi të merrë me çështje të tjera sepse janë 3 milion dokumenta që domethënë janë pa publike. Të vetmi dokumentat që nuk janë publike janë ato që kanë bërë me çështje konfidenciale të viktimave. Dhe këto janë hapur në Kongresit, nëse një kongresmen ose një senator do t'i rishikojë ose t'i shikojë që nuk është në shef nga publiku për vetëm çështjeve sensitive të viktimave. Kështu që çdo gjë është publike për momentin dhe pa marrë parasysh debatin që bëhet sot. Vazhdon media, është çështje sensitive dhe mund të vazhdojnë të bëhet një debat i tillë, por nuk do të kenë asnjë pasojë kriminale në të ardhmen, por vetëm atyre që nëse refuzojnë të dëshmojnë para Kongresit Amerikan që nuk ka atë statute of limitation ose koha e limitimit të njekjes penale. Do të kenë pasojë atje.
Është përmendur edhe Shqipëria edhe në këtë pjesën kur bie puna tek vajzat, që thuhet se vajzat shqiptare bën gjithçka që është deklaruar nga ai, e po ashtu në anën tjetër edhe për diçka tjetër që është zbardhur, pazare të rënditse për takimet me 18 vjeçare të ruse, $1.000 për vajzë. Nuk është një gjatë që mund t'jene pa mujtën që mund t'kishtë edhe femra shqiptare, dhe më tanë që mund t'jenë shfrytëzu në këtë drejtim, ose ruse që mund t'jenë shfrytëzu në këtë drejtim. Kjo nuk më ohohet, dhe më tanë, se po t'a shimsh dhe më tanë reagimin e Trumpit në 2014, kur i thot që dalin nga Mar-a-Lago dhe reagon nga aty, kishet ban direkt me ngacmimin që i bani një vajzë që ishte nën mosh, dhe Trumpi reagon në nërtashme që ta nuk shqetësohet një vajzë, një femër nën mosh dhe reagovin nga Mar-a-Lago. Kjo në qovë se të kishte një reagim nga politikanët e tjerë, të ma pashëm që janë përfshin tonë, nështë kjo nuk do t'ishte kaq skandaloze që është sot. Por pa marë parasysh nga cila pjesë ose kontinenteve ose vëzhgjet të kësor vinin të femrat ishin nën mosh. Dhe kjo është arsyeja që sot një pjesë e këtyne dokumentave manë konfidenciale, sepse këto femra sot mund t'jenë martuve, kanë kriju familje, kanë fëmijë, me tanë, dhe nuk duhet që në vërtet jetat në të bëjnë publike. Njëna nga këto dëshmitare ka pa vetvrasje, me tanë, ka skandaloze është kjo që njerëzit ka femra, me tanë që nuk e kanë atë forcën mentore ose emocionale, me tanë që sot tani gjojnë edhe një herë opozimi që janë pa në moshën kur ishte më sensitive në jetën e saj. E kjo është arsye që do të thonë ka një mbështetje të veçantë edhe administrata e Trumpit që disa dokumentat më konfidenciale për të kenë një mundësi kongresmen të senatorët të shohim. Gjithmonë shipe me parasysh që gjykata në Shtetet e Bashkuara është reaktive, jo proaktive. Çfarë do të thotë ajo që gjykata nuk e fillon një çështje kundër dikujt në qoftë se nuk ka një prokuror që fillon çështjen. Prokurori që filloi çështjen kundër Epstein ishte Alexander Acosta. Dhe ky ishte në shtetin e Florida dhe nuk e dënoi. Ishte kapimi i parë që u bën danë të drejtësisë, sepse e las vërtet. Se kemi shumë e di po. Vajza që ka bërë vetvrasjes Virginia Woolf, dhe e cila e ka lënë autobiografin, përmes autobiografisë saj, Prince Andrew sot nuk është më pjesë e familjes mbretërore britanike. Po, tani me mediat e huaja vën edhe këtë theksin që po flitet shumë, ka shumë emra që janë të përfshirë, por nuk ka një veprim ligjor, nuk ka një arrestim me kështu me radhë. Çka pret që të ndodhë në arenën ndërkombëtare fillimisht? Po nuk do të ketë nuk ka të bëj arrestimet, si mund të bëjnë arrestimet ndaj presidentit aktual të Amerikës, Po vjen, po flas ato që ka shkruajnë se dhe ekipi i tij, cili është pas ka keq me presidentin. Po, mirë, po jo sepse më pengoi diçka që ka tha dje, po ashtu kundër Caitlin Collins. Trump çka tha. Po, i thoshte dalim, siç e tha dhe avokati, të dalim diçka tjetër, sepse ndoshta është një komplot edhe vetë nga Epstein që ma ka bërë mua. Si mund t'i bëj komplot Epstein kur ai ka vdekur në 2019? Dhe nuk, kjo është stili i Trumpit i cili ka dëshirë tjetë shumë ma. Vërtet se pas ke përkëthy mirë. Jo, e kam përkëthy shumë mirë se e dëgjova. Në Air Force One, nuk e di kështë pa përkëthy, po qase... Rreth 180 herë është përmendur emri presidentit. Po çka s'është përkëthy mirë, po çka s'është përkëthy, me ç'po thoni? Fjalat se vërtet Trumpi nuk tha që do të ishte një komplet kundra meje, një komplot kundra meje. Jo, një komplet kundra meje i zotit Epstein ndaj meje i tha zonjës Collins. Kurse, mos ta harrojmë se edhe gazetat franceze Le Monde dhe Der Spiegel në Gjermani, edhe Frankfurter Allgemeine Zeitung e kanë përmendur se FBI e ka në dokumentet e Epsteinit emri i Trumpit dhe fotot e Trumpit është dikon rreth 180 herë i përmendur. Po nuk e ka më uqën një gjatë kjo që ka pas marrëdhënie dhe metodë profesionale. Po ju po e me hani, ju po thoni që ju po thoni që që ai nuk është fajtor. Dhe Donald Trump nuk është një njeri që nuk është i akuzuar për krime seksuale në të kaluarën në Amerikë. Nuk është, absolutisht. Ai është i akuzuar, po e tham me mirë, ai shumë ishte akuzuar edhe në 2016, po shumë fjalë janë akuzuar. Për Trumpi nuk përputhen mendimet e huaja, natyrisht dhe është secili në drejtën e tyre. Po, avokat, vetëm edhe pak të lutem se dua ndalem tek Maqedonia e Veriut, që në fakt mund të jetë një sinjal që kemi diçka tjetër nga Maqedonia e Veriut në këtë dosje. Kthehem pas pak avokat. Po. Do të më shkurt, ndërtjet do të më shkurt. Në rregull, keni obligime. Ju falenderojmë. Ju falenderojmë. Po. Po mundet pritet që të ketë ende sende të reja, por tash për tash ne patjetër të reagojmë dhe asaj që është aktuale, ajo është transporti i trunit nga Maqedonia
për hulumtime shkencore në Universitetin Kolumbaj, cila edhe si çështje përmendet te dosjet e publikuara, gjithsesi fashikujt e publikuara atë. A keni arritur të vreni ose të kuptoni ose të merrni informacion për diçka që nuk përputhet, për diçka që mund të jetë, le ta themi, të rëndësishme në ta? Është në hulumtim të fazë hulumtuese, për arsye se tash është një çështje më komplekse se sa që duket, nuk mundet aq shpejt të vish në ato të dhëna, për arsye se bisedohet për një periudhë kohore shumë të hershme dhe ato të dhëna të cilat janë tek na, do të thotë janë të pamjaftueshme. Tash normal që bëhet një hulumtim më gjithë përfshirës, për arsye se ajo që thash, kompetencat e Ministrisë së Shëndetësisë janë vetëm në atë pjesën nga ku janë marrë ato tru dhe si janë transportuar, do të thotë bëhet hulumtimi i procedurave, për arsye se aty nuk ka asgjë kontestuese, për arsye se janë bë për hulumtime shkencore. Dhe vetëm Ministria e Shëndetësisë bën hulumtimin vallë a janë respektuar protokollet dhe procedurat e kohës. Që ka nisur zyrtarisht ky? Po, ajo veç ka nisur zyrtarisht, po thash që e vetme Ministria e Shëndetësisë nuk do mund të vindë një konstatim më gjithë përfshirës investigativ, pasi që i ka kompetencat e kufizuara në çfarë drejtimi mund ta bën hulumtimin. Kastriot, duke qenë njohës shumë i mirë dhe i këtyre çështjeve të rrjeteve sociale, e pash realisht që ti e ke atë ide në fakt se mund të ketë shumë më shumë dhe dëshmohet një herë tjetër që kjo koha digjitale në të cilën jetojmë po e luan funksionin e vet. Mjafton të hysh në këto rrjete sociale dhe të shohësh emra dhe ngjarje që vijnë nga këto dokumente. Çka realisht parashikon ti, duke e njohur mirë këtë fushë? Këto në emision, këto lloj dokumenteve publikon me fazë. Tash deri me tani askush nuk ka po ndonjë infiltrim të saktum të persona me ndikim në Kosovë ose në rajon që ka me impaktin në këto skandale. Mirë po, do me pas parasysh, nëse dikush nga ne nuk i marrim këto informacion, nuk e analizojmë dhe përpunojmë, kur kush nuk me bo për neve. Kështu që shumë e rëndësishme që ne t'i marrim, t'i analizojmë dhe t'i përpunojmë dhe t'i shohim involvimin apo jo të ndonjë akteri që lidhet me Kosovën ose me rajonin. Ne mund të presim që dikush nga Amerika ose nga shtetet tjera të publikojnë ndonjë lajm lidhje me ta, mirë po deri me tani unë nuk kam pa askën, as Kosovë, as Shqipëri, as rajon që ka marrë këtë informacionet dhe ka analizuar dhe ka anë përfundim bazë sa email, bazë sa foto, bazë të dokumenti, ky person është infiltruar ose involvuar në këtë skandal, në këtë formë. Që shumë e rëndësishme se si ajo më bë, edhe kur të bëjmë këtë analizë ne mund të vinë në përfundime çka kam na prit ose çka ka ndodhur ose çka jo. Jemi parë disa fotografi që tashmë vetë janë publikuar, regjia vetëm dhe pak, si ishte në mesin e tyre edhe Bill Clinton, që natyrisht mori jehon gjithandej. Bill Clinton ishte pjesë. Ka shumë fotografi që janë publikuar, ka edhe shumë edhe lokacione që janë publikuar, edhe email shumë, dokumente shumë gjëra të tjera, mirë po shumica nuk janë të involvuar kurkush nga rajoni. Kështu që rëndësia jonë është me bë diçka për rajonin, me bë një analizë për rajonin dhe për vendet e konfliktit shqip. Për arsye që involvimi i Trumpit ose jo, atë ka shumë agjencione, ka shumë media që do të bëjnë atë analizë, do të shohim a ka pasë ndonjë dikim ose a ka qenë Trumpi ose politikan të nivelit të lartë të involvuar në këtë skandal. Mirë po, për neve është veç na duhet me bë këtë punë, tërkohë se bën. Mick Jagger, Michael Jackson, po ashtu shihen në fotografi. Në këtë që po e ngrit, dua edhe një vlerësim tuaj, dhe një thirrje zotri Hajrizi që në fakt çka duhet bëhet dhe atë duhet të merren më seriozisht. Do duhet të ishte një veprim i Kosovës, institucioneve në një çështje të tillë kaq të rëndësishme. Është ajo. Po, ta dëgjoj. Është ajo që them. Institucionet duhet me marrë të dosje dhe me analizu. Fatkesisht, unë jam informuar dhe në të gjithë të dimë se institucionet tona nuk kanë kapacitet për me analizu dosje
kaq voluminoze për periudhë shkurt, të vynë 2-3 vjet, edhe mas 2-3 vjet impakti do të jetë zero. Për këtë arsye, këto do që do të më marrë nga një institucion që ka kapacitete, që mund të përdor analizën e dhana, që mund të përdor analizën ose data science, që një sikur lami e analizën e dhana, që mund të përdor inteligjencën artificiale për me armë përfundime edhe me analizu gjithë dokumentet një periudhë shumë të shkurtë. Për ndryshe, nëse ne e lajmë edhe provojmë veç ato në këto emailët me hime provu me keyword saktum, me persona saktum, atër shumë që analiza është shumë e vogël, shumë e mangët, edhe nuk mund të marrë kërfar përfundimi. Unë veç që apshyra në vefasin e Departamentit të Shtetit e poshtë se emni Kosovo është i lakum në 143 dokumente. Mirë, po sa parasisën ato dokumente, ka njëherë nuk parasisën kur gjo. Edhe të analiza dhanave është një sen që një sikur kërkimi semantik ose lidhja e relacione semantike, ku jo domosdoshmërisht një emën e saktum, për shembull Bezet Pasolli përmenden si emën Bezet Pasolli, po mundet më përmend sikur me nickname-in ose biznesmeni shqiptar me ndikim çapodiu në vendet e Azisë ose gjëra të tjera, këto lloj kërkime, këto nuk mund të bëj përmes një emaili me shkruaj Bezet Pasolli. Nuk e gjan ato. Kështu që është shumë e rëndësishme të bëjë analizë më thellë duke përdorur shkencën. Po se po e bënin edhe kolegat më herët, këtë pikërisht që po folën dhe në fakt nuk dilnin emrat. Mirë, Kastriot, falenderoj shumë për këtë analizë tënde. Falenderoj. Dua po një analizë për këtë sa i përket institucionit dhe shtetit si të veproj, se realisht po këshyri mos më dalin edhe emra tokë. Natyrisht, moralisht do të ishte me të vërtet shumë e rëndësishme, tepër e rëndësishme, moralisht dhe juridikisht, që mos të ketë veprime të tilla. Na ka ndodhur gjithëve të jemi ndarë ka elitiste, paka shumë mua në Pariz, mirë po asnjëherë nuk më ka ndodhur që të shoh vajza ndoshta edhe nganjëherë kjo afera Epstein e merat karakterin botror, sepse personalitetet tilla kanë shkuar ndarë tek ai, mirë po natyrisht disa është e mundur dhe nuk e kanë ditur që ai në dhoma tjera ka vajza të droguara, të abuzuara seksualisht, dhe kjo është me të vërtet një tragedi shumë e madhe. Është moralisht natyrisht që duhet të kemi një edukim shumë të madh dhe të institucionet tona të mirën që rinia jonë, vajzat tona të mos kenë vepra të tilla dhe të mos t'ju ndodh një tragedi e tillë me një njerëz të tillë. Mos të harrojmë se Jeffrey Epstein është një predator seksual, një njeri shumë i rrezikshëm për shoqërinë, një njeri totalisht i çmendur në mentalitetin e tij dhe mënyrën se si ai e shihte një vajzë apo një dhe është shumë e rëndësishme të thuhet edhe një herë, ajo që e theksut, që sidomos tek nea, të mos i marrë me kaq entuziazëm në momentin kur përmendet një emër për arsye se nuk do duhej të ndodhte. Absolutisht. Mirë, diçka për fund. Po ajo që mund të konkludojmë nga gjithë kjo është që duhet me shumë vëmendje të vim në konstatime. Ajo që edhe tha zoti Hajrizi, duhet që këto në mënyrë shumë të vëmendshme të miren nga çdo institucion, faktikisht nga çdo shtet që përmendet, pasi që institucionet edhe shtetit janë aty, normal mass media e luan rolin shumë të rëndësishëm, do të thotë komentimi i fakteve që janë aty, jo senzacioneve, pasi që këto ditët e para shifet më shumë senzacionalitete. U përmend emri, supozojmë, Bill Clintoni dhe të gjithë mundohet të kapin senzacionin për atë emën publik. Do të thotë nuk shifet përmbajtja, nuk shifen dëshmit që janë brenda atë që edhe e theksoj mund në një dark të tillë apo drek të tillë elitare të jesh prezent, po pa mos e ditë se ai që të kaftu në çfarë ta quaj konstelacionit të kaftu, ti shkon në atë dark apo drek apo aty veç ke diçka të komplotuar që pastaj pas një kohe mund të përdoret aty as fajtor, as informata të duhura për atë, vetëm ke shku për arsye se ka thirr Jeffrey Epstein, i cili ka qenë në atë kohë filantrope, humaniste, në atë këndvështrim, bile dhe komunikimit e shumicës do të dalin që kanë tentuar ndoshta që ta kenë si një lloj financieri për projektet e veta dhe gjatë atij komunikimi ato
fajle dalin dhe publikohen si dosje se gjoja se ti ke abuzu seksualisht me... Dhe jepet një dimenzion tjetër krejt asaj. Do të duhet me shumë vëmendje të jemi dhe konstatimet t'i bëjmë bazë të fakteve, jo lajmeve senzacionale. Gjithsesi duket që shumë do të kemi për të folura për këto dosje. Unë ju falenderoj sot që erdhët. Faleminderit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.